Alaudini, mëso të përqafosh sfidat, sepse ato të bëjnë më të fortë. Po, është njëna prej thonjeve, ashtu që mu për vetëm ka bo shumë të fortë dhe momentin kur e kom kuptu që me përqafu qatë sfidën edhe me kuptu për çka të ka ardhur që ajo një jetë, që ato është suksesi, që ato është fillimi i diçka e të mirë. Shtë që përqafimi i sfidave dhe ballafaqimi direkt me to, mu për vetëm kanë ndihmu shumë edhe sot për sot jam shumë mirë me jetën, falë që aty në sfida, falë që asajna përgushtimit që ja ku mba në çdo aspekt që jeta mi ka nxjerr ashtu para rrugës. Kjo sfidanët për të cilat ke kaluar, atë kam bo që me ndryshu perceptimin ndaj jetës? Po, sidomos ashtu moshën 27-8 vjeçare, kur kom fillu me pas sfida, se ma herët ma i ri pak ma ndryshe. Çfarë sfida kanë qenë, nëse mundesh me ndoa dhe me neve me qenë pak më konkret? Tash une i përkas një profesionit që është kogja i rrallë në Kosovë. Nëse tash është pak ma ndryshe, po në qatë kohën kur unë veç kom fillu kanë shumë i rrallë. Na shtaj na kanë spedi 3-4 veta në krejt Kosovën që jena njoftë, unë jem tato artist, edhe unë kom jetu jashtë një kohë. Edhe ati u kanë krejt ndryshe, ati ku kom fillu, kom punu e kom mësu profesionin, më ka dash me ardhë një vend si Kosova, edhe në fillim s'kom pas me anis hish, se automatikisht me njëherë janë nesën me folë, adin, ja, qysh ti, kemu bo me këtë profesion, të na nuk akseptohesh, bla bla bla, dhe për mu i shumë e romë si që kërë se kësha punu diçka që me vazhdu. Me najtë ma shumë jashtë nuk më isha, edhe automatikisht që ajo konë sfida me a madhe nashta direkt se po punëm për diçka, e ke posë ndër edhe automatikisht janë nesën me botë madhe, ashtë që ajo konë sfida e parë, që unë jem ballafaqu direkt me to, po automatikisht kum punu vetë. Vetë edhe nuk jem nal asnjëherë. Këto imazhet e personave të cilët bëjnë tatu, a mendon që ka ndryshu ky perceptim? Gjatë kohës pandemisë, kum pas kohë këgja shumë me lëviz ka pak edhe me pas se sa ka ndryshu të na. Ka ndryshu këgja mirë, sidomos shtetet ma të mdhaja, Prishtina është shumë okej për momentin, për fat keq, në pjesë tjera ka hala, paragjykime, hala të këshyrin me një sy ndryshe. Jashtë është një industri shumë e madhe për momentin, po ashtu edhe në Shqipni e kena që kita të artista që i ka 30 vjetë provoj pune, nashta edhe ma shumë, po për fat keq valla të na hala jashtë në shtetet mëdha hala ka paragjykime.